Kështu që mëngjes kem prit mu bo bashk edhe me dal me luftu kundër shkaft. Boba nuk e ka prit aq mirë, ju që s'ka pas dëshirë, po dëshira e tij u konë që aj me ka pushkën me dal mal. Çdo herë kem nejnë zonë të luftës, nuk e kem çu venin, nuk e kem çu Kosovën, jena mundu me dhonë maksimumin për aq sa kena pas mundësi. Beteja për neve me dhimbshme. Jo ma krenare, se na krenare na konsideroj që kena kap armën me luftu, për beteja me dhimbshme ka qenë kur nuk kena mujt me imbrojt shkaku i armatimit edhe i fuqisë madhe të asoj kohë të pushtetit serbe dhe të ushtrisë serbe. Edhe në prezencë vllavë tem e kanë vra babën në prezencë atij Dorimit. Ka qenë djalë Hastaretin, vlla s'ka pas, edhe e kanë vra babën. S'paku nja 5 herë, na ka ra milion kacinjat ka e kanë qelë vorën edhe më tërhjek më shef, derisa kanë kalu kolonat të serbëve, që bëshin patrullimet të rregullta në atë zonë. Mu nol me thonën e mua kanë vra mu babën, ka shumë më shumë që kanë hup ka 20 antar, ka 25 antar, diku i kam fshil dera krejt, nështë asë është të fort. Ko të lifaras të trauna, ma trauna, se nështë po vje keq me përdor edhe për babë temin, ku diju në shumë raste që i kam fshil dera krejt. Me dhimbshme për Kosovën është që kjo ikja trive nga Kosova, sësa krejt nështë ta luftat që kanë ndodhë. Toka pa njerëz nuk ndodhë. Unë quhem Tafel Shola, vin nga fshati Kopiliqi poshtë në komunën e Skënderajit. Kam qenë ushtari i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, brigada 113 me Krasniqi. Kam vepruar në zonën e Drenicës. Po frymëzimi ka ardhur nga vujtjet e popullit, vujtjet e krejt kosovarëve. Represioni i serbëve, dhuna, gjitha këto na kanë detyruar. Luftën nuk e kemi bën me dëshirë, që kemi pas dëshirë, po ka qenë imponume, edhe për ata s'kem pas të të rrugdalje përveç ta kapën pushkën dhe ta shlerin Kosovën. Pas vrasjes të Adem Jasharit, familjes Jashari, thuja se çdo i ri ka pas një vullnet sa më por ta kap armën dhe del ta largon një herë për gjithmonë shkon nga Kosova. Edhe frymëzimi i madh ka qenë pas vrasjes të Adem Jasharit dhe familjes Jashari, edhe kështu që jena mobilizu, thuja në lagjen tam, çdo shtëpi ka qenë një ushtar dhe jena mundu me dhënë sakrificë sa më shumë të madhe për këtë vend, kontributin me ato mundësi që kena pas mungesë armatimi, kena pas mungesë uniforme, kena pas mungesë ushqimi, po megjithatë vetëm një gjë kena pas të ballshëm guximin. Po me 5 mars, në mëngjesin e 5 marsit, kër është rrethu familja Jashari, po atë ditë është rrethu edhe, me thonë, fshati jonë ose komplet zona jonë. Është një vend ku quhet Kodra e Brojës, ato afër neve, është një pikë ku kanë janë vendosë forcat serbe. Edhe po atë ditë serbët nga ona e Klinës kanë ardhur, janë vendosë ato. Edhe kështu që e kanë paralizu komplet zonën, që mos mund as të dalë ndim kush familjes Jashari. Edhe janë dëgju krizmat, janë dëgju gjitha, por normal atë s'ka pas as armatim mjaftueshëm. Kështu që e kem përjetuar anë mbas si kem dëgju pas vrasjes familjes, pas masakrës. E kem përjetuar anë si çdo shqiptar. Po çfarë të bësh? Pas sakrificë, liria si shorset. Po personalisht e kam njoftë edhe unë, edhe familja jam, edhe komplet lagja ime, se paka shumë mirë kom edhe të lidhën si mes me ta. Kështu që e kina njoftë. Ka qenë një familje bujor, një familje s'kam fjallë, nashta jam shumë i vogël me i përshkru. Adem Jashari dhe familja Jashari gjithmonë ka qenë e frymëzuar për luftë, për shlirimin e Kosovës. Po pas mobilizimit, edhe pse mobilizuaj ma heret, u hinë rrallët, domthonë nuk kanë që kena posë aq më kontakte, se një kohë u dashtë që ushtarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që kanë qenë të ma hershëm, nuk kanë guxuar më ekspozuar aq shumë, shkaku i situatave të asaj kohe, po në përgjithësi, domthonë ja kem ditë qëllimin,
Edhe çdo herë biseda e parë aty në kom më shliru Kosova me dhezë luftë se s'ka tjetër rrugdalje. Po na për armatim, disa kem pas pak armatim, ata që na kam bet prej stërgjyshave, prej që i kem trashëguar prej familjes. Një pjesë e madhe e bashkë luftëtarëve të mi, shokëve, kushëreve të mi, kanë shku në Shqipëri në armatos. Edhe, kështu që mëndzes kem prit, më bo bashkë edhe me dalë me luftu kundër shkaft. Unë i kam disa kushëre, ose që me thonë djemtagje, se nuk i kam, unë e bëmën e kam pas të astretit, po s'kam pas agjeq, po i kam do, më i me thonë se më kom djemtagje, shumë të afert. Ata i shku në Shqipëri në vesh, kanë morë armatim, kanë armë në uniform, edhe po si në këthy për Shqipëri, ata e kanë ditë, që edhe unë jam i gatë shumë më bashkan gjitë me ta, jemi bëndë gjithë bashkë edhe për asaj dite kemi dalë, jemi shku në vendin ku dojshtë më shku në fshatë të unin, kemi pas një komandant normal, që i kena pas kontakte me ta, edhe i kena bashkan gjitë radhëve të uqikës. Jo, në personalisht nuk e kom njëftu, kër im këthy në mbrëmje në shpe, i kom të regu babës, familjes, baba nuk e ka prit aq mirë, jo që s'ka pas dëshirë, po dëshirë ati u konë që aj me ka pushken me dalë malë. Po në kësaj radhe ja kom gravit babës, nuk e kam dalë para atina, vullneti si i ri, edhe kështu që aj nuk e ka prit mirë, ka qërtu pak, pse unë e kom desh, pse ti me shku ti e i rije prej frike, se jo që s'ka pas dëshirë. Edhe kështu që ato ja kem fillu, mos i na nolë deri në përfundim të luftës, dhe të tëtë, çdo herë kem najnë të zonë të luftës, nuk e kem lëshu venin, nuk e kem lëshu Kosovën, i na mundu me dhonë maksimumin për aqë sa kena pas mundësi. Po spori neve, na dhe para se me kysh direkt në shtëri, na kemi doli, kemi ata ushtarë që kanë qenë para se më kyshone, jemi doli me ata shuk që i këna omë për kroje, na për rëje natës, kemi zavendësu nga një herë, dhe ato i kena morë paka shumë prevojen, dhe pse se kena pas shërbimin në shtërak të krymë. Po, që ato i kena morë pak prevojen se si dohet, po vullneti, krejtë vullneti, u konë që vullneti për me luftu, dhe mos s'kem ditë kur farë frikës nga ka dalë për por, as kur farë force. Betejat ma të dhëmshme për mu si ushtarë, ushtërisë shëllimtarët Kosovë, për që ta ushtarët që kanë qenë, besej për gjithë ushtarët, ka qenë kur ofenzivat e mdoja serbe, kanë hinë fshat, i kanë marë popullatën civile, edhe nuk kena pas mundësi me mbrojt. Sa e ka qenë beteja për neve me dhëmshme. Jo ma krenare, se na krenare na konsiderë që kena kop armën me luftu, për beteja me dhëmshme ka qenë kur nuk kena mujt me mbrojt shkaku i armatimit edhe i fuqisë madhe të asaj kohë të pushtetit serbe dhe të ushtrisë serbe. S'kenja mujt me mbrojt, i kanë marrë familjarët e mi, familjarët e gjithë fshatit tem, kanë qëndru në një fshat të shilu thirë, ka një vend strem pak ma i sigurt, mendoj shumë ashtu, edhe i kanë nisë për Shqipëri, nuk kanë mujt të qojnë Shqipëri, i kanë nalë në një fshat thirët Kërnic, afër Klinës është. Ato në me disa bashkë luftëtarët mi, kemi shku i kemi të rjek natën civilt. Nuk e di me numër, veç më i me thonë se kanë qenë numër shumë i madhë. Thuja se gati 70% që kanë qenë në fshatin të shil, me disa ushtarë në shku i kena të rjek. Mes pës blokëve serbe, shku i kena të rjek natën. Fatë bashkësisht, kem pështu në dhe kanë pështu gjithë pa, se të dojnë pa e therë në kam, edhe i kena silë prapë në të shilë. Nuk e di so ka qenë e vështirë, po është një gjë, është sigurt që kemi pështu, se thojnë, është shumë interesant dhe sëtë kër e mendoj, thamë qysh ka mujtë me ndodhë. Kër e di se ku kanë qenë të vendosën, na mu i me thojnë akon krejt 7 vetë, 11 vetë, s'kena mujtë me koma shumë mështarë, komplet popullatën civile e kena bardë prej fshatit Kërnic, i kena prunë dhe të shilë, i kena hek prej rrëthimit të forca serbe. Po vje rasti mas kësoj kohë, me bisedu se përveç me ata shokët e minë, nështë as kush nuk e di këtë rast,
Po kjo rast që ka ndodhur, mu ka ndodhur personalisht më konë. O konë një bashkëtetari imi edhe djallë shumë i afërt jemi, Shaqir Shala, Sahet Shala, Gjavit Shala, Zenel Shala, që konë bashkë me mu, që jasë një moment se më kanë lënë vetën. Falenderoj këtë rast mas shumë kohësh, publikisht, edhe ata kanë qenë ushtarë të Shoqërisë Lirimtare edhe në asnjë moment nuk më kanë lënë mu vetën, i kem dashur që thojnë ka fshatën e fundit të bukës me ta, edhe çdo të mirë, çdo të keq gjatë luftës e kena përjetuar me ta. Kur kena arrit suksesin e kom shumë të lumtur, kena marrë forcë, kena marrë energji të reja, po suksesi më i madh se por i kthejna prapë në temën kur i kena bërë civilt, i kena prunë të shil. Suksesi më i madh dhe lavdia më e madhe për neve ka qenë kur krejt ata fshatare, bashkëfshatare, besa ka posa tjera zonat që kanë ardhur në Drenicë, na kanë përqafu nga gëzimi që kena mujtë me tërhiq për kthejtra që të negve ose të paramilitarëve serbë. Jo, aja ka qenë hera e fundit kur i kanë marrë, se ka ndodhur, kjo ka ndodhur, tash me datë sakt nuk më e di asën, kur është dëmtuaja ura për Gjakov ka të shkën, të një pjesë të Drenicës që kanë bardh, i kanë çuar për Shqipëri, forcat serbe, edhe ai refugjat që i kanë vendosur të shehil, domethënë popullata civile, edhe ata i kanë kapur me çuar për Shqipëri, me siguri i kanë mujtë edhe me maltretu, edhe i kanë maltretu sigurisht në kohë familjarët e mi. Po kur dëmtu ura që kanë gjun, ato mëse di natë ka sulmu, e ka gjujt urën e ka dëmtu. S'kanë mujtë me i kalu në atë pjesë, edhe i kanë kthy, kanë mojtë një farforme të izolum. Serbët i kanë posë për vetë mbrojtjet vete. Jo që i kanë për vetë mbrojtjet vete, nga sulmet e natës, nga sulmet eventuale të Shoqërisë Lirimtare të Kosovës, aja na ka, popullata neve na ka lidhë. Edhe në qoftë se kem desh me bu një sulm, edhe në qoftë se ne organizu mirë me sulmu një post-blok serb, ose një patrull serb, ose një kolion serbe, shkoku i popullatës na desh më nolë. Që na i vroj shumë 5-6 sërbë, ata ishin bëshin masakër. Ato dhe më pengesa me modë konë qëtë aspekt, të ushtarë, të ushtërisë, që jo që s'kanë posë godzim, me ato armatim që kanë posë, me ato municion, këshin bo dhe kanë bo, po, qaj e konë se e konë e lej, bëroj e ko për ta, e për neve konë penges, që s'ke mujtë me realizu gjitha, që këshin posë dëshirë, bëjmë kundër tyne. Që ta shok që i konë posë, që ja kemë fillu luftën, edhe sot jemi shoqër prej Zoti, gjithë kemi pështu, tonë jemi mirë, tonë kemi familje, dhe mund gjithë shka në regull, e kemi kry një obligim ndaj shtetit tonë, e kemi kry një obligim ndaj kësaj tokët tonë, që e kemi posë obligim. Edhe, fatë bashkësisht, sot jemi të lirë, falë që atyne, që asoj luftë, që asoj sakrifice, falë gjaku dhe erdhën sot, e këzojmë lirin, pëse nuk ka të ja ditë vlerë një pjesë e modhe, se të pëmdo këtë që u këthy, nuk ka të respektua, të nëruat shumë, po historia nuk e hupë kërë dhe gjaku së hupë kërë. Na zakonisht kem pos me komandant zona, kem pos me komandanti i shtabit qendror, konë Suliman Selimi, normal, ato kem pos gati çdo herë në për rejtimit pikave, na ka vizitu, na ka për kushtet tona, u mundu me bo matë mirë për neve, por rrethonat një që s'ka pos mundësia saj. Edhe normal edhe komandantat tjerë të një shku ato batalioneve, të kompanive, të skuadrave, në koran që në konë. Kështu që po, kena pos vizita, kena pos përkrahje, mundësisht që kanë pos mundësi. Po e vetëmja gjohë që të regova dhe ma herë të qavë konë që tane kena pos të mangëta përveç gudzimit, edhe vullnetit për liri. Kjerat kanë qenë, tanë, as ka pos ushqim, as ka pos uniform, as ka pos në burë, në shi, pa ushqim, pa rroba, pa armatim të mjaftueshëm, pa municion të mjaftueshëm, jena mundu me ja dollë. Sot vështira në gotana. S'ka pas asë një gjohë që me thonë, letë, se nuk jena ku të shku në ja hengë për në luft. E kem ditë që po shkojmë luft, e kem ditë që mundë mos më këty në shpe. Kur kem dollë prej shpije, e na përshëndet me familjar që nuk e dita po këthejom. Po që, sot jemi shqër të lirë, sot jemi në jetë edhe kështu që nuk ka qenë edhe letë me qëndru gjatë krejt kohës në zënë të luftës, po unë personalisht për vete, jo që s'kom pas zgjidhje se ka mujtë onë me ikë në një vend tjetër,
Më largu pak nga zona e luftës, po unë jam lidh me familje, se shumë bashkëlidhëtar të mi, edhe kem desh sa më afër me nejt civilëve popullotës, me ato mundësi që i kem pas, s'po ku me paralajmëru për ndonjë masakër eventuale që kanë tentuar me hi apo diçka, domethënë me ato mundësi ose me paralajmëru ose më mundu me parandalu pak në katastrofë ndoshta çka ka mujt me ndodha më e madhe, pse ka ndodhur mjaft ka ndodhur në Kosovë, Drenica, krejt tërveç shqiptare. Veç në rast sëd po më pengon, kur ne bashkë moshatarën imi në atë kohë, sëd, më thet mu çak pse s'ke bo ma shumë, qa e mu më pengon sëd ma shumë se në atë kohë. Kur ai ka qenë bashkë moshatari jemi, ose në shtada ma i rritën se unë, e haj më thonë se mu pse s'keni bo ma shumë, çdo kush do të mas formi apo veti. Pse ti si ke bashku luftës? Qa të ka pengu ty? Po, tash në liri është shumë lehtë me fol. Në liri mundë me thonë që ka dojmë, është që jemi të lirë, që kanë drejt njerëzit më shprej që ka dojnë me fol, që ka dush, a moraliteti o këndryshe. Gjithë kanë mujtë me ato mundësi që e kanë pas, me ju bashku ushtërisht lirimtare, me dho kontribut, edhe pse kanë dhonë një pjesë më, edhe pse nuk do me thonë tonë që s'kanë pas arme, që kanë direkt kyqën, kanë ndimu ushtërinë, një mënyrë apo një mënyrë tjetër. Dikush me ushqim, dikush me strehem, dikush ka posa njerë që kanë qenë mjek, kanë qenë infermjerë, kanë ndimu në gjitha aspekt. Po, një pjesë e madhe, nuk kanë pas godzimin më fut në radhët e ushtërisë lirimtare të Kosovës, sot i dëgjoj si ka pak e fynë ushtërinë, kanë shtorp me fy ushtërinë lirimtare, në qoftë se e ke fy ushtërinë, dhe me thonë ti e ke fy gjakën, e ke shkel gjakën e dëshmorëve, e ke shkel sakrificën e ushtarëve, kështu që është gjëna, me mendu ato e limo me folë. Por ati në zona tjera, nështë ta ka mujtë me oprish, se në zonë Drenicës, në zonë Dugaxhinit, në zonë Shalës, për ceku që të tri zona që në komat dhesta, ato të veçra atijave që oprish në fillim, edhe kështu që në zona tjera nuk mëj me full se nështë në Prishtinë o ka prish, nështë në një vend tjetër, po flasë pa keq kuptim që e përmena Prishtinën. Po, të na jo, në zonë ku im kondone, në rrethin ku im kondone, nuk mëj me cek në kanë që i ka pos qash mirë gjendjen ekonomike, gjendjen familjare, që ka pos privilegje që me dhezjen e luftës ati ju ka prish ratia, nuk besoj. Mund me thonë është 1%, nuk me thonë edhe aq. Drenica o kënë gjithë herë kunder okupatorit serb, me thonë prej Shabapëlluzhës e ranë, kanë qenë luftat që e kanë kundërshtu sistemet e qetnikëve, serbëve, malazezve, edhe kështu që u konë një lloj, edhe Serbia ka pos Drenicën si pikqender dhe mendjes për sulme, për vrasje, për gjitha këtë gjona, edhe kështu që Drenicë ka fillu, po nuk do me thonë që ka fillu në Drenicë, edhe ka përfundu në Drenicë. Në Drenicë ka fillu ko thelbi. U konë thelbi i ushtrisë lirimtare të Kosovës, u konë thelbi formimit të ushtrisë. Pastaj është hapë në këtë zonat e luftës në Kosovë. Thamë, nuk është edhe në Prishtinë që su luftu, po jo në Prishtinë, në zonat Prishtinës po. Nuk ka vend që su prek, po mobilizimi ka qenë, si që po thua tash statistika 1%, edhe po që të pak për nëllë, po këjtojnë që nuk o konë në regullë. Dhe ishtë ma shumë e posë mobilizim, po nuk e di faktorët, thëjnë një fjallë popullore, tu ta s'ka i loqë. Nuk ka kur fa i loqë, as bletë me por, as qaj është. Po na, kur e kemi posë disa radjat vogla që i dëzeshëm në Kosovën e Lirë, ka u konë farë misioni, ka 5 minuta, edhe kur e kuptum marrveshjen që e kanë bo faktikisht për sulmet e natës, ne e na gëzojeve që ushtarë, po gëzu këtë populli. Edhe pse s'ka pas informim të mjaftueshëm në atë kohë, po qa që ka qenë gëzimi, qa që ka qenë si na frika, që kanë mu hakmera, faktikisht një hakmer. Kanë bo masakra, për sulmet e natës kanë bo masakra, në krejtë Kosovën, janë hakmer. Po,
e kena prit mirë, u hap një dritare për neve. Sulmet e natës për Kosovarët, për popullin e Kosovës, u konë një shpresa e fundit, u konë një dritare që po hapet, me marë frym, edhe u di që ka me pos vrasje, ka me pos masakra, po i kanë bo mend gjitha, e kem ditë që në fund kena me fitu lirin. Në një ofenziv, tash s'po më kujtohet se ka pos shumë ofenziva, në fshatin Tushil që një fshatin Kopiljeq, komplet në pjesën tonë. Edhe i kanë marrë këtë familjarët dhe i kanë nisë për nisë për rrugë me i qunë në Shqipëria që për divën, ka kanë menush Serbët. Edhe, kur i në këthy familjarët, i kanë lonë, në një moment i kanë lonë vetën familjarët, i kanë lonë këtë fshatin, kanë etë Serbët, i në largu pak, i në largu prej zonës, familjarët të në këthy në shpe. Kërë në këthy në shpe, shpia të djegën e komplet, baktia, ushqimi, komplet ka qenë e djegën e, edhe dikon najnë akon, dikon ofër 50 familjarët komplet atë logjes tonë. 4-5 shpijë që t'vinë akon, dikon 50 familjarët, kënë gra, thmi, pleq, një ndërma të rritë, po i me thonë pejtë moshës madhore, kënë baba jem, edhe e kënë pos vlavën 12 vjeqarë, edhe një ideal i tajgjës, edhe e kënë dikon 14 vjeqarë. Vlavë kënë Valmir Shalja, ideal i tajgjës e kënë Dorim Shalja. Edhe tash, kërë në këthyja të mrena, e këna pos o konë në ndërtes, na i thëjmë kulla, prej guri, vetë me qaj e ka pështu pa vdjeg. Dhe komplet binarë Serbë, në këthuj prap, i kanë marrë komplet familjarët, i kanë shtinë qëtë kullën që thëjmë na, ofër 50 familjarë kretë grathë mi në kom, edhe ja kanë shelë derën me qelës. Edhe ata për frike kanë menu që dojnë me kallë edhe qëtë objekt që metë edhe baba jem u konë në bërë temin shpia e djekt nuk i ka vrejtë Serbë kërën hi. Vlau Valmiri edhe Durimi në konë një pjesë tjetër të shpis edhe ta në metë jashtë. Në më kërën hi Serbë, familjarë tjerë i kanë morë, këta në metë jashtë në bërë. Edhe tash Serbë i kanë morë vlaun të në Valmiri në qëtë Durimin, i kanë morë si mburuj për vedi, i kanë qitë për para, edhe baba ku një distancë pak më larkë prej tyne, edhe në prezencë lovë temë kanë mbra babën në prezencë ati Durimit. Baba jem ka qenë 48 vjeqarë, ka qenë djallë hastariti vlas ka pas, edhe e kanë mbra babën. Na jenë akon në malin, akon në përpika, tu mënu me mbrojt, tu mënu me luftu. Edhe në lojmen, edhe mos e kanë mbra babën, Serbë të në tërhek, ju nikë për jetë hujtë. Edhe vlovi janë Valmire dhe Durimin këthy, jënë hi në atë kullën që e përmena, dhe ja kanë qilë derën familjarë dhe i ndalë krejt jashtë. Edhe i kanë të regu normal në stem motrave, që komplet familjarëve që babën e vrajten. Po prapë Serbë, për një distancë kanë fillu me gjujt ato në bërë. Edhe tash këta komplet, nuk kanë pos mundësias me shku të baba jem, mi po këfëmën, apo mi po anë gjallë, apo ashtë vëra, kanë ikë arav të i gjunë në stëpë Serbë dhe kanë deri se në ardhë në fshatin Tushil. Pak pa ardhë në fshatin Tushil, na dëgjumë krizmat më loja, me disa ushtarë që përmena, që si na do nësë një moment gjatë luftës, duke i pam të ardhë arav të ikë, i këna dalë për para, edhe motra, nauna, të kojt, fëmija, tjerë, komplet familjarët, jo veç familjes temë, për tonë të kojt, edhe po më tregojnë që e kanë vra babën. Familjarët i kena qënë të shilë, na e na këthy, kena tentu mu afru me hinë fshatët të me këshyrë për fatin e babës temë, nuk kena mujtë me hinë shkaku i sulmeve, gjujtjes për një distancë, se ka pos në konë shumë venat vendosën në Serbë, dhe shtu që e konë pa mëjshme me hi, na s'po me uniforme, me armatim, po konë pa mëjshme. S'po konë zënë e hapën, si s'ka pos më mbrojt e kërka. Edhe kështu që e kemi lonë deri sa oro terri, kër oro terri, jemi të bu krejt, mu i me thonë, mashqit e logjes tonë, që a në kushtarë dhe që asin kushtarë, i falenderojt gjithë publikisht, i në ardhë me mu,
Jena shku e kena marrë babën, të vdekun, edhe kena qu të vorët, kena mendu me varros qatë natë. Po prap, s'kena mujt me varros, levizje, ka pas levizjet mloja të kolona, se varrezat i kemi ofër rrugës kryesore, dhe kështu që ka pas levizjet mloja të forcave serbe, dhe s'kena mujt me varros. Edhe atë natë e kemi lonë një shpit një kojshirë, një shpit djegne, e kemi lonë ato babën tem, jemi këtu të familjartë, të nesme ndikon ka ora 12, jemi mobilizu, disa i ndalin vendos kanë boroje, disa kemi hapë varën për me varros babën, besoj që s'pakun një 5 herë, në ka ra 1.400.000 ka e kanë qelë vorën, edhe më të rjek më shef, derisa kanë kalu kolonat të serbëve, që bëshin patrullimet të rregullta në të zonë. Me në fund ja kena arrit, e kena varros, qysh kena mujt në atë kohë, me disa drasat kësia, me disa, e kena varros babën tem, edhe 3 mujt ditë ma në lagje tonë nuk ka pas njeri që ka mujt me hi. Tani i në vendos forcat serbe në lagje. Jo veç nga distanca që ka ne, pa tani i në vendos në lagje, deri sa ka përfundu lufta, domthon forcat serbe i kom vendos në lagje tonë. Edhe na mos kem pas qasje, s'kem mujt me njas në lagje, edhe pse s'kem pas që nga him, se s'ka pas as kur gjatë, që me ona ka pështu diçka jo. Edhe pas një kohë, erë përfundimi luftës, o mo marrëveshja e armëpushimit, është mo një marrëveshjen të armëpushimit me forcat serbe. Në atë kohë na rujt veç, me rujt në farloj sigurie, mos më vra, me rujt familjen, s'kan ndërmarrë serb në atë kohë fort ofenziva, ti ma bone një pyetje që është përjetu Velerin. E kom përjetu me shumë gëzim të madh, me shumë mërzit madhe, e kom ditë që më pret një sakrificë, e pas luftës, 7 motra, 3 vllazni, nana, gjyshja, shtëpia shkatrume, çdo gjë kom, jo të zero, për në shtaner të zero, unë jam po 24 vjeçar, kështu që më ka dasht me fillu jetën, pa kry familjarin, pa përkraje, tas një mashtë, shpesë vllazët i kom pas shumë të vogël, i kom 3, motra të ashtu, po fatbarësisht ja kom dal, me ndërtu shtëpinë, ja kom dal me shkollu motrat vllaznit, me i rrit, me kriju familjen, me zhvillu familjen, sot është në rregull gjithçka. Kom pas përkrajen e nanës, përkrajen e motrav, vllaznit, tani u martu, kom kriju familje, kom pas përkrajen e grus, domthonjë çdo sen pas lufte ka shku mirë, po periodat e luftës, vujtjet, mërzit ato, janë sanë që s'harrohen kur. Ngushëllimi, që dhe ngushëllimi familjarëve, qa jem ka dho forcë. Komplet lagja. Të këllëzove edhe në raset ma të rëndë, e nërë kanë ndihmuar gjatë luftës e gjatë varrimit, komplet lagja kanë më përkroje morale. Me ashtë mundësi që kanë posë, përkroje materiale s'ka posë askosh, as kanë posë ata, as kanë posën. Kanë më përkroje morale. Më ka dhonë nana, më ka dhonë motrat, më dhonë vllaznia, më ka dhonë mos i martu, më pas përkrojnë edhe grus. Edhe kështu që çdo sen, qaja më ka dhonë motivacion, me harru të gjitha dhe me ecë përpara. Edhe sot, jem ku jem, dhe mos në rregullar gjithçka me familje, me krejt, na më ga prindi, na ka mungu gjithë, na s'da harrojmë kur, po që me bon, pa gjak, do është më zbohet. Unë im konë, se na pastaj prej Tushilen, se unë i kam dojtë në Rakenic, edhe i kom marrë familjarët e mi, më shku në Rakenic të dojtë e mi, s'ka qenë zonë mbrojt në eqë, po në ka duk pak ma afert familje, se prej momentit që më ka vra baba, më ka desh tani me pos, që thojnë mi bu 4 sy, jo 2. Se me rujtë mas pari vetën familjen, që me ditë që dhe nesër ka me përkroje familjes tem, qa bujnë pa një kry familjar. Edhe në shkum në Rakenic të dojtë, në Rakenic i kam dojtë. Edhe momentin që
kem dëgju që një largu forcat serb nga lagja e unë mas pari. Më me thonë për 5 minuta, për e keni sepse është një distancë shumë e madhe. Jo edhe që madhe, po është një distancë. Kena arrit me bashkëlqytetarët e mi, që ta që thash ma heret që ndo kur për i tyne, zda e nga ko bashkë. I na shku, na barë. Fatëbarsisht, se shumë vena ka që njerëzit kanë hup jetën pas largimit serbëve nga minat. Fatëbarsisht të nas kish pos mina. Se këna mujtë me rodhën mina, sa që pe vullneti me hinë në troje tëna. Ina hi, këna këshyrë serbë, jo, vish kem gjetë uniformat serbëve, kem gjetë këso që këshin pi drogë, shprica, që këshin përdorë, me paketa, këna gjetë paramilitara, që kanë kota që kanë përdorë, ku me di që farë droga, farë në sen. Edhe e këna kontrolu zonën, lagjen, komplet e djegne, komplet e shkatrume, edhe i në shku i këna morë si unë, si komplet ata lagjes tem, i këna morë familjartë, i kemi prunë, dikush një lastik, dikush një shatar, që i thojmë, jena vendosë që ashtu nga për e burre, edhe kem fillu jetën prej që atë ujtë për prizerës. Normal që ka qenë kësimi maj madhi, me fitu lirin, mu i largu forcat serbe nga Kosova, po ka posë edhe mërzit, normal, jena mërzit, sikur të shumë kotonë bashk, po tash më nëllë me thonën e mua kanë vërë mu babën, ka shumë që kanë hup ka 20 antarë, ka 25 antarë, diku i kam shil dera krejt, nështë asë është të fort, se ko të li faras të trauna, ma trauna, se nështë po vje keq me përdorë edhe për babë temin, ku diju në shumë raste që i kam shil dera krejt. Sëtë kër e dëgjoj deklaratën e pavarësisë lexuar në Parlamentin e Republikës Kosovës, sëtë du më rrokën emocion, e li mon atë kohë. Dhe më konë diçka e papërshkrueshme, diçka u prit, po diçka që më me thonë të këna linë për zdyti. Na ka thonë forcë, të mund i kemë harru krejt vujtjet, i kemë harru krejt ata të vromët, ato masakra krejt, pse familjarët nuk i harrojnë kur, po nashta për një moment, kemi thonë që nashta ja pas ka vlejt. Tash e tutje, a dina me mbrojt, a s'di me mbrojt, varet për gjenerat aftashme, sa din, po historinë më shlys mundë, historia u shkrujt një herë, edhe historia më shlys mundë, as kërkursunë më ndryshu përveç, qoftë që kështë në e luft tjetër, nështë, nuk e di. Për momentin, pavarësia, deklarata pavarësisë, shpollja pavarësisë është kurton pyetje Kosova çdo herë. Nuk e bëj për mirëqenia time personale, po për shtet çdo herë. Jam i gatshëm. Edhe pse nuk jemi të kënaqur as pak me trajtim, me nashta me thonë pak edhe me qëto në nëqmimet e kove të funit me një farë lloj, s'po di unë, nashta jam shumë i vogël me folja të gjona, po një farë urrejtje, edhe më shumë të nga gjeneratat e reja, po tash ai kanë prind që i mësojnë, sikur që më ka mësu baba jam, që shmë me luftu, që shmë me desh venin tem, apo nuk i kanë, nuk e di, ama është një gabim shumë i madh. A për mu, çdo herë me orë puna, me luftu për vend temin, unë jam i gatshëm. Edhe në qëtë frym, i kom mësua fëmijën e mi. I kam 2 djem e 2 vojza, çdo herë edhe ata janë të gatshëm, se i kom mësu, i kom eduku këtë frym. Po, fatkeqësisht, pak është problem, se unë po nisem për familjes tem, 80% familjes tem janë në Evropë. 80% ati tjetër, dhe më thonë, që kjo është me dhemshme për Kosovën, është që kjo ikja trive nga Kosova, sësa krejt nështë ta luftat që ka ndodhë. Toka pa njerëz nuk dohet. Tokës i dohen njerëz, i dohen tri, i dohen treja, me që këtë vend për para. Pa njerëz, tokës krejt nuk i dohet kërkuj. Kjo është edhe mëshme për mënej, unë po nisë në prej venit tem ku vi, po më ndej që krejt Kosovën e qështu. Me dëshirë,
Asë minë e misi kësha lo me dole jashtë, po të i po situatat ekonomike, gjendjen ekonomike, jo trajtim duhur, kështu që ardhë koha, asë mundesh me thonë kërkuj re, se kur të thush dikuj re, do të mja siguru një të ardhme, kur nuk mund një siguru një të ardhme, le del gjithkush ku të gjonë vetën ma mirë, ama është e dhimshme për Kosovën, është e dhimshme për këtë gjak që o derdhë, për këtë vend e për këtë liri, është shumë e dhimshme. Po në moshën 24 vjeqare, e kam rëk pushkën, kam dalë me luftu, ku mujtohen me ikë edhe në atë ku kanë dalë njerëzit nga vujtjet, nga skamja kanë shu Kosovën, ku mujtohen me ikë. Po më ka mojtë që kjo, dëshëria për vend të amin, vullneti për vend të amin, më ka mojtë, edhe gjeneratës sodit. Në qëfë se nuk e kanë veç pak, një djenë dëshëria për vend të vetën, nuk mundën me najtë. Kështu që po ma mërmenja që nuk e di diçka u përzi këtu se ta pak tepër, pak është, nuk di që a thamë, është një statistikë që e shumë për ditë tonë në për media, shumë tonë familje, shumë tonë rreth familjarë, që pak është trishtu se krejt me metë shpia të bësh, me ikë, nuk është në regull, diçka se është në regull, po se di. Ka mujtë me bo një politikë me e mirë, po qka ka mujtë me bo politika, se na, unë e thash edhe ma herët, gjendjen ekonomike në komplet tonë kanë matë mirë. Jo një herë, për nështë tani mi herë matë mirë, po propaganda. Propaganda e keqe, propaganda gjithë me hup shpresat të rinis, nuk për fajsejnë e njënë, po o kryu një propaganda, qas që keqe, që me shtinjë dhe plesht më qunatën me ikë nga vendi. Dhe sa nuk është e vërteta e propaganda, po e kanë kryu. Ka shumë qarëse që punojnë 24 orë për mi boqëtonë, besej që ja kanë arrit qëllimit. Asë në luft nuk ja kanë arrit qëllimit ma shumë, sa që ja kanë arrit qëllimit mas lufte, me propaganda, me shërbimet huja, me iftof njerëzit të rinin, me lëshu këtë ven, me ikë, në mund një farloj, nuk e njën vetën, s'kanë vullnet me jetu në Kosovë. Ashtë gabim, kanë, se di, nashta, jo që po më dhamë veç musën edhe mu të mitë më kanë shku, po në flasë se si për të mitë, se për të hujtë është, përgjithësi është një gabim shumë i madhë që kanë shku Kosovën. E që pëlqojnë për ditë. Gjithë të ri që të takojsh, e njën, vësë sa të më del viza, vësë më smu që ka me ikë, dhe më nuk e di. Të ratë mirat i ka, se di. Nuk e di, unë në shta që jëmë kon vetë, kom pas dëshirë më shlirua, kom pas dëshirë me kom pjesë e luftës, se në ushtarë të fesekes kër të shemë me uniform, më që të trupi pe emocionëve të gëzimit, të kam shqyqyr që erë këtë ditë me i po, ose policinë e Kosovës. E ata që kanë në gjenet e veta, që ka bashkëpunëtor, ma hershëm të kanë baba, gjëshat të kanë, edhe ta ndikon aja pjesë, edhe kështu që është një gabim shumë i madhë, apëtan. Së në shkputët e ka me gjene, së në të më shkputët nga ati që shi flasën djallit tem për luft, për ushtarë të ushtëri qëllimtare, për familjen jashari, për sakrificë, edhe ati në shtaj flet dikush për që shka bashkëpunu, që shka pas një jetë luksuze, që shka pas në shta villa, në për Brezovic, në për Bog, në për, s'po di, në shta qaja shkullë, është një lej shkullë që ja kanë shtinë të rodhe, nipave, stër nipave dhe vazhden. Unë në pafajsin e shlirimtarëve që përgjikohen në Hagë, besoj gjithë, edhe besoj që shumë shpejt e të thejnë Kosovë. E sa i përket asoj gjykate, aja gjykatë po shifet, së në përcili shumë, gjithë moment i përcili dëshmitarët, i përcili ma shku sa kam mundësi me mbrimi i përcil. Aja gjykatë është veç me mënu me degradu luftën, po dikush shumë kush përmenon që me dënimin e atyne krerëve të QKS, dënuan krerët të QKS. Nuk dënuan krerët të QKS, po dënuat komplet lufta. E që ato shumë njerës për një që e kanë neon të kondër të gabume. Ata e në individ. Lufta, në qoftë se dënuan, ata dënuat këtë lufta e ushtri qëllimtarët Kosovës. Po në personalisht besoj që ata kanë më liru së shpejti, faktet jenë të fabrikume, nuk janë asgjët s'ka reale ato, kështu që besoj në lirimin e tyne,
Inshallah vinë shëndoshë mirë në shtëpitë vet, në familjet veta, i doan Kosovës, ja sot ja kur, shpresoj që do të vinë së shpejti. Për rini të Kosovës, për të rinjtë Kosovës, të reja të Kosovës, ju kisha bo apel, le të mësojnë sa ma shumë, le të shkollohen, le të punojnë, le të krijojnë familje në Kosovë, mos të largohen nga Kosova, le t'ja dinë vlerën lirisë, le t'ja dinë vlerën shtetit, le të kontribuojnë për shtet vetin. E jo më shkollu në Kosovë, e më shku më shërby një vend të Evropës, se Kosova ka nevojë për ta, Kosova ka nevojë për çdo të ri, për çdo të re, për çdo antar sa më shumë më shtu familja, më rrit familja. Edhe lexojnë pak më shumë edhe për historinë, edhe për vujtjet e shqiptarëve, edhe për luftën çlirimtare se ju dohet. Ju dohet sot, ku më desh të antarmen. Kjo është veç lutja më e madhe shkon që mund të sesh mos ta lëshojnë Kosovën, se nuk ka të keq as në Kosovë me punu, mundën me mbjetu të gjithë, po le të bëjnë një zgjidhje këtu, mos ikun nga vani vet.